emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, kudo që na ndiqni të nderuar shikues, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është institucioni që gjithë reflektorët e interesimit janë të kthyer ka ky institucion përkatësisht ka puna operative profesionale e me integritet që do ta bëjë ky institucion, do duhet ta bëjë ky institucion, janë zotuar se do ta bëjnë në mënyrë që procesi i jashtëzakonshëm zgjedhor për Parlamentin e Kosovës i datës 28 dhjetor të përfundoj duke arritur ky proces standardet e larta dhe demokratik. Kam ftuar njërin nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Partia Demokratike, zotin Ilir Gashi. Faleminderit zoti Gashi. Mirë se gjeta. Keni betejë jo vetëm profesionale në KQZ, por shpesh shohim edhe përplasje politike. Si është atmosfera në KQZ? Disa ditë, po them, pa kohë ka mbetur që të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Po zakonisht ato do duhet faktikisht që të jetë një trup profesionale e cila është obliguar të zhvillojë procesin zgjedhor mbi bazën e ligjeve, rregullave dhe Konstitutës së Republikës së Kosovës. Për faktin se ky është edhe mandati ynë, nga i cili nuk do duhet dalim. Por nganjëherë në proceset zgjedhore ndeshen edhe çështjet politike të shtyrë nga dhe të rrethana zakonisht vijnë nga pushteti, i cili synon përmes mekanizmave ndryshëm të qoftë të shtyjë diçka përpara që në favor, qoftë të prolongoj. Dhe kjo pastaj ne si përfaqësues të subjekte politike, padyshim që na vën në çat sprov ku nganjëherë do duhet të reflektojmë ndoshta edhe pa dashje, por do duhet të reflektojmë edhe ballafaqime politike brenda institucionit. Nuk është e lehtë se njeriu shpesh do duhet me dalë ndoshta edhe nga vetja në aspektin profesional, por disa kërkesa janë të pakuptimshme, siç e kemi pas edhe me anon shkurt, por edhe në këto zgjedhje, rastin e përpjekjes së Ministrisë së Punëve të Jashtme për të krijuar qendra alternative, të cilat tashmë pas vendimeve gjyqësore edhe nga PZHP-ja, edhe nga Gjykata Supreme, është tregu, na kanë dhënë të drejtë në konstatimet tona, në vendimarrjen tonë të ndarë si antar, se ajo ka qenë një përpjekje që bën ndesh me ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme dhe bën ndesh edhe me konventat e Vjenës, gjatën 23, e cila specifikon qartë se çka është një përfaqësi diplomatike dhe konsullore dhe kështu edhe ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme. Prandaj këtu pat një përpjekje për të kriju qendra pa çka që edhe ne si institucione kemi pas bukur vështirë t'i mbulojmë. E kanë vështirë edhe subjektet politike t'i mbulojnë në për konsullata dhe ambasada, e mos flasëm pastaj edhe në qendra tjera, klube, restorante apo ku do diun. Përveç kësaj, ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve nuk e kemi pas mundësinë e verifikimit, që kemi me ligj të obliguar verifikimin e tyre. Prandaj nuk e di pse kjo përpjekje. Cili është qëllimi, zoti Gashi, i këtij propozimi që erdhi nga partia në pushtet? Por mua më shqetëson ajo që ka ndodhur më vonë shkurt, që ka ndodhur një lloj inxhinieringu i procesit zgjedhor atje. E them, më shpjegot lutem, vota mërgatës vota mërgatës më vonë shkurt kemi parë edhe video është kompromituar. Ka qenë e kompromituar për faktin se kemi pas qendra të grumbullimit të thirrjes së njerëzve për të regjistruar. Në momentin kur ata janë regjistruar, atëherë ato janë marrë edhe dhënat e tyre, janë marrë certifikatat e tyre të regjistrimit dhe pastaj ti e kite pamundshëm me kontrollu se kush për kë ose ka votu vet, apo ka votu dikush tjetër në emër dikujt tjetër. Domethënë e kam thënë publikisht që votimin e diasporë, ashtu siç ka qenë në mëndon shkurt, ka qenë i pambrojtur, ka qenë i cenushëm dhe si antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që 16 vite nuk garantoj për një proces siç ka qenë në mëndon shkurt. Sepse nuk mund të përcillet, nuk mund të vështrohet dhe si rrjedhoi e kësaj
ka ardhur dhe ideja ndoshta se ka pas përpjekje nga Ministria e Jashtme edhe atëherë për të kriju qendra alternative, pa çka atëherë patun ndalë në KQZ përmes votimit. Kësaj radhe, siç tha edhe një kolege ato që pat presion, kaloi me 6 vota pro dhe 5 kundër. Ne ishëm bindun që është vendim i kundërligjshëm. I kanë bërë ftesë të tjera mërgjimtarëve që ata të vinë të ushtrojnë të drejtën e tyre fizikisht, sepse kanë arsye të dyfisht. Por në njëjtën kohë, unë mendoj që nuk besoj që ka qytetarë të Republikës Kosovës që jetojnë në Mërgat, ku nga 23 anëtarë të familjes 17 i kam vetëm jashtë, që do të pranonin që kundërligjshëm të ushtrojnë të drejtën e tyre për votë. Edhe unë mendoj që një përpjekje e tillë Këtë vendosje bëri plan që ta inxhinieroj dhe orientoj konkretisht votën për vete, unë mendoj edhe që përmes këtij modeli. Unë mendoj që ky model ka pas këtë qëllim. Domethënë hapjen e qendrave jashtë kapacitetit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe jashtë kapacitetit mbulueshmërisë nga subjektet politike. Në për qendra jo të parapana me ligj, siç janë konzulatat dhe ambasadat. Pa çka vendimet gjyqësore treguan që ai vendim ka qenë i paligjshëm. Interesante, në sytë e publikut, vetëvendosje ngre akuza për ju si kundër dhe për subjekte tjera se gjyni kundër Mërgatës. Shikoj këta nuk dëshirojnë Mërgatën, ta lënë të votojë. Në esencë, sipas jush, kemi të bëjmë thelbësisht me shkelje ligji, me ndeshje direkt me frymë e germë të ligjit. E thash që nuk du me besu që ka qytetarë të Republikës Kosovës në Mërgat që dëshirojnë ta ushtrojnë një të drejtë pavarësisht besimit tyre politik, duke shkel rregullat dhe ligjet, sepse çdo ligje janë bërë edhe me sakrificën e Mërgatës. Qoftë në kalurën, me luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, qoftë në shtetë ndërtim, duke investuar në Kosovë, duke dhënë mbështetje në ndërtimin e shtetit Kosovës. Prandaj, do të ishte fyrje edhe për ta, sikur dikush përmes tyne të synon të cënoj integritetin e procesit zgjedhor. Dhe jo, përkundrazi, ne kemi bërë punë jashtëzakonisht të mira në shërbim të Mërgatës. Në zgjedhjet e fundit lokale, Kërë u i KQZ-s së gjykatës. Kjo është- Si e cilësoni votën e tij në publik, u komentua. të them të drejtën, kjo ka qenë Soti befasia. Datoniqi, Kjo ka gjykatës, kjo si ka është e qenë- mundur një gjykatës me atë sfond përvojës në zbatim ligji. Bëj shkelje, Kjo ka qenë befasia ime me thënë sepse e të konfirmoi drejtën. gjykata Po, këtë punë. ka qenë edhe befasia imja, sepse të paktën për dallim nga ne, kryetari është dashur, o kryesuesi është dashur të qëndroj Ushtrim Radoniqi. të qëndroj i paanshëm dhe në respektim të ligjit. Për më keq ka deklaruar gjatë mbledhjes se trupa profesionale në KQZ konsideron se një aktivitet i tillë është i pamundshëm. Por ndihem mirë që nuk kemi fut në burgullën e kësaj e cila do ta dezorientonte procesin dhe do ta cënonte integritetin e procesit Do zgjedhor. të kishim vjedhje nëse mund ta quajmë Nuk do të mund ta kontrollojmë. figurativisht industriale të votës përmes këtij procesi, me qenë se KQZ nuk ka kapacitete për ta kontrolluar procesin e votimit. Por nëse në Kosovë, në qendrat votimit ka kaq shumë mbikëqyrje, vëzhgues subjekte politike, komisioner të subjekte politike, Po. vëzhgues ndërkombëtar, media prezente, beso edhe organet sigurisë brenda qendrave ose në praninë të qendrave. Sakt. Dhe prap ka dyshime të mundshme për një proces i cili zhvillohet. Çfarë mund të themi për një proces i cili është tërësisht i pakontrollueshëm, edhe i pambulueshëm, pa media, pa vëzhgues, sepse është bukur vështirë, sidomos tash në kohë festash, kur gërbeqarët vinë në Kosovë, është bukur vështirë me gjetë njerëz të cilët
faktikisht do të refuzonin për me ardhur në qendrat votimit në diasporë. Ju respektuat ligjin. Dhe ne Ju mbrojtët një proces të lehtëshëm që garanton votën e lirë. padyshim unë thash jam i gatshëm duke marrë shembull personal që më mirë mos të ushtron të drejtën 17 anëtar të familjes time se sa të ushtron një drejtë të kundërligjshme. Do thotë, ky është ai koncepti që ne apo dikush është munduar që na portretizojë në një mënyrë tjetër, e gjë që nuk qëndron. Po, prandaj ju referova gashi rrjetet sociale, sa them, qëndrime politike që i ka vetë vendosë, se këta janë kundër mergatës, ne e dojmë mergatin, këta nuk e dojmë mergatën, e tjera. Si po ballafaqoni me këtë argument? Nuk është e lehtë. Për betejë politike. Nuk është e lehtë për faktin se nganjëherë edhe propaganda e bën veten, por e vërteta e vetme është në mes të logjikës institucionale të respektimit të ligjeve të rregullave dhe logjikës abuzuese të cënimit të integritetit të procesit zgjedhor. Në zgjedhjet e fundit lokale, unë kam propozuar që në këto zgjedhje për herë të parë t'ju dërgojmë fletvotimet origjinale secilit qytetar të Republikës së Kosovës që jeton jashtë vendit. Dhe nuk mund ta gjeni asnjë ankesë të vetme në procesin e zgjedhjeve lokale në diasporë. Sepse secili qytetar i ka shku fletvotimi origjinal për herë të parë në Republikën e Kosovës. Nëpërmjet postës. Nëpërmjet postës. Ashtu siç u vendos dhe tash. Ashtu siç u vendos dhe tash, ku edhe tash ishin kundër. Po. Ishin kundër sepse e panë që në zgjedhjet lokale dul rezultati ndryshe. Po si do që del rezultati, është e rëndësishme të garantohet integriteti i procesit. Pikërisht, dhe po dikush nuk e ka problem integritetin në zgjedhje fatkeqësisht. Dhe unë mendoj që është mënyra e vetme për me ruajt integritetin është dërgimi i fletvotimeve origjinale. Si të dërgohet me email fletvotimet është një mundësi e madhe për kompromitim. Por ana Pasiguria është e madhe. Ne nuk jemi ekspert teknologjisë informative, pak a shumë i dim ndërhyrjet kibernetike, i dim çka mund të ndodhë përmes emailave, përmes dërgimit të fletvotimeve apo ku ta di unë, por kjo do të ishte mënyra ose pamja ma e keqe e mundshme e një procesi zgjedhor. Dhe si antar refuzoj të kthehem në 9 shkurt. Paçka që edhe subjekti tash që pretendon në të padrejtën e diasporës e ka dërgu një subjekt politik në për gjykata në emër të kësaj që ka manipulu. LDK-n, po. LDK-n, se gjaja ka bën inxhiniering të votave të mërgatës. Paçka se u duk sikur jo është vjedh metodologjia fundës. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ata janë Vazhdo në ende me raste ky debat sporadik. Kështu që unë nuk besoj që një njeri i cili rezonon arsyeshëm në kuptimin edhe institucional edhe që ja don të mirën procesit dhe integritetit të zgjedhjeve pranon të kthehet në një proces të 9 shkurtë. Si është me punu në KQZ je gjatë në këto rrethona të tundimit politik, presionit politik të këtij fjalori jo të lehtë, po referon edhe debatit me listën serbe ku KQZ nga sallat e parlamentit, nga selit e partive politike, gjithë debati heroik u zhvendos në KQZ atë. Po edhe tani nuk ka kaluar. Nuk është e lehtë, nuk është e lehtë, janë bukur gjatë ato, dhe të them të drejtën, e them me keqardhje, mënyrën e funksionimit edhe asaj punës profesionale që është zhvillu, është cenu me futjen e tyre në antarëve të lëvizjes vendosur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Puna KQZ-s u cenu me ardhen e tyre thonë. Sepse gjithmonë janë ardhur me paragjykime. Madje si thot një thënie, po parafrazoj kështu greke dhe dhurata ku t'jep do të më pas kujdes. Këta edhe punët e mira që kemi sënu mi bo, nëse kanë ardhur nga ne janë konsideru të papranueshme dhe
jo të përshtatshme për ta. Ne në kohën e fundit e patëm edhe që me thonë përpjekje për me na ba me listën serbe. Ku na pithu? Ta janë me listën serbe. Ku na pithu me listën serbe? Do thonë, po kjo është një përpjekje populiste e cila po mendoj që as nuk do duhet të shërbehen e as nuk do duhet të drejtohet gishti në drejtim të atyre që përpas shtetit i kanë ndërtu edhe institucionet, i kanë ndërtu edhe partneritetet e fuqishme të kësaj republike. Prandaj, po harrojnë... Të jep siklet të lirë kjo, kur ju akuzojnë ju për... Po, ne tashme... Jemi aty tru profesionale, po... Tashme jemi edhe të mësum paka shumë adhin me gjuhën edhe diskursin e vrasht cilin e kanë, nuk me bën shumë përshtypje të thëmë të drejten, për faktin se e di se ku qëndron e vërteta. Ne kemi një rast të vitit 2019. E thash në mbledhjen e parafundit, sepse sikur kanë harru memorën institucionale. Në 2019, rezultati zgjedhor kej atill që nisma socialdemokrata atëherë nuk mund të futej në parlament për faktin se ishin mi 4320 pako fletvotime të ardhur nga Serbia. Ishin fletvotime të kontaminuara, të ardhura pa procedura, të mbushura në Serbi dhe të ardhura me kombin në Kosovë. Unë kundërshtoja që ato të futeshin proces. Të them të drejten, jo për shkak se mos futja aty në jep të përparësi një subjekti politik në Kosovë, këtë rast nisëm sociale që të futin parlament. Po për shkak që ato ishin botat e kompromituara, të cënuara. Po, të cënuara. Dhe nëse kjo që zerdhëm përfundim që mos t'i përshim në rezultatet përfundimtare. Po. E di qarë kanë dorë? 2019, që lëvizjave të vendosje kanë kimu në PZAP dhe Gjykatë Supreme që ato të futen në rezultat. VV në 2019, kishte është tanku në PZAP në Gjykatë Supreme. Deri në Gjykatë Supreme, që votat nga Serbia votat të ardhur nga Serbia të futen në rezultatin përfundimtar për arsye se nisma socialdemokrate nuk futej në kuvend. Domethënë ka edhe kësi lojna politike të cilat u thu këtë, u kujton këtyre të vetëvendosjes? E kam thënë për herë të parë, kam thënë në mbledhjen e KSH-s para ca dite. Po. Në mënyrë se u bë përpjekje me na portretizuar ne se jemi me listën serbe, pa çka që 2019 VV kërkoi që fletvotimet e ardhura të mbushura në Serbi, ku do në zyrat qeveritare atje të Vučićit, të numëroheshin, të hyjnë në rezultatin. Janë aktgjykimet dhe të personave që kanë ankimu procesin. Do të thotë kjo është e vërteta. Kështu që... Pse po heshni, Gashi? Pse ekziston një përshtypje që Karshillakun në këtë situatë mbase duhet ta keni më të zëshëm. Mbi faktet, mbi ato që... Si them, po që se trajtohen çështjet edhe temat në mënyrë në tavolinë të qeta dhe përmbajtësore, sikur nuk pe kanë senzacionin e publikut edhe. Ndoshta këto nuk është që është mbete pa thënë, po faktikisht po duhet... Nuk e bëjmë zhurmusin, po. Nuk e bëjmë zhurmusin, pa çka ata kërkojnë me bërë zhurmusin dhe duke mos rënë në kanopin e tyre, si thuhet, atë ndoshta nga njëherë mbeten gjërat, edhe pse të thëna mbeten në heshtje. Unë kam vazhdu dhe do të vazhdoj të mos lejoj me që kulturën institucionale të na konsiderojnë si dobësi, sepse duke mos reaguar, fatkeqësisht kanë menduar që kanë të drejtë. Dhe po menoj ka koha që e vërteta të thuhet në secilën mënyrë të mundshme. Se kush ishte, çfarë bëri, si vendosi, për të gjithë, si shkeli standarde, çfarë standarde kërkojnë të kalumen, si po i shkel ato standarde. Për të gjithë dhe për secilin. Mendoj që institucionit i duhet, para zgjedhtash, të ruaj
unitetin e vet, përmbajtësor garantuar me legje dhe me kushtetutë, Po. edhe të jetë një institucion profesional i cili i jep integritet procesit zgjedhor. Sepse nuk guxojmë të rrshasëm se Kosova ka fituar një vend bukur të lartë në trajtimin e zgjedhjeve dhe vlerësimin e tyre nga mekanizma ndërkombëtar duke përfshirë edhe vëzhguesit të Bashkimit Evropian. Prandaj 9 shkurti pikërisht për atë që folëm e ka cenu në mas të madhe integritetin e procesit dhe e ka zbe rolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka shi procesit zgjedhor. Zgjedhjet lokale e rikthym për fatin që patëm edhe mbështetje ndërkombëtare qoftë në mbrojtjen nga ndërhyrjet eventuale të sistemit mbrojtjeve kibernetike, pa çka falenderoj edhe ambasadën britanike që ka dhënë mbështetjen këtë drejtim. Por vjen ende kjo mbështetje ambasadës britanike? Po, jemi në kontakte të vazhdueshme, po mendoj në punë të vazhdueshme trupat profesionale që mbiren me këtë çështje. Po shpresoj që edhe në këtë zgjedhje të kemi mbështetje dhe do të shkojë gjithë procesi, sepse kemi filluar implementimin edhe platforma online është e vërtet. Po. E kumtimit të rezultateve. Në kohë reale u cenua në zgjedhjet e nënshkurtit nën krymen e një pritje masovike për ta shiku rezultatin se si po lëviz, ka po lëvizë e tjera. Pikërisht kjo ishte ajo që ne patëm probleme serioze. Pa çka që është thonë se ka pas shumë ndërhyrje. Me miliona ose miliarda klikime, për çka që do duhej organet e drejtësisë me dalë me këto supozime. Do duhej mbase ta sqarojmë situatën, se prokuroria ka nisur që atëherë. Po ne që atë natë kemi ftu hetuesin, prokurorin, besoj edhe organet tjera që mirën me këtë çështje. Po shpresojmë se tash shkojmë mirë, por duke u mundu se cili me kry punën e vetë, se cili me qenë krye detyrës për mi dhënë integritet procesit zgjedhor. Je gjatë në KQZ, në zgjedhjet e fundit, nga e që po thu, pati përpjekje të qartë të vetëvendosjes për ta modelu votën në përgat, për t'i cenu standardet e një procesi fair e të lirë zgjedhor, po. Ne kemi pas, pa çka se harrohen pak gjërat, kemi pas ballafaqime jashtëzakonisht të ashpra në zgjedhjet e nënshkurtit, pikërisht për shkak përpjekjes së Ministrisë Punëve të Jashtme për me kriju qendra alternative, sikurse e kemi pas në rastin e zgjedhjeve aktuale. E thash që ajo ka qenë përpjekje spari, Ministria e Jashtme nuk ka të drejtë të kërkojë hapjen e qendrave alternative. Ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme, vjen institucioni pavarur. Ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme i jep KQZ-s të drejtën të kërkojë nga Ministria e Jashtme numrin e objekteve konsullore diplomatike. Shtetërore, po. Të cilat janë në pronësi ose në shërbim të Republikës Kosovës së Jashtëvenit. Mbi këtë numër, ne i caktojmë qendrat. Bën një analizë. Kam dalë personalisht, i kam inspektu të gjitha në krejt Evropë. Për me pa cila në gjendja atyre objektive, kemi arë në përfundime për lëvizjet mundshme, ku do të jetë pjesa votimit, e kemi bën bashkarisht. Masa sigurisë, ekutives votimit. Gjitha ato që ka i shërbej ndalimi abuzimit votës. Procesit. Po natyrisht, edhe në këto, nuk duke qenë prezent edhe vëzhgues dhe komisioner të subjekte politike në secilën ambasadë dhe konsulat. Po. Kjo ju duke pamjaftueshme. Tash e kemi edhe një shembull interesant. Kemi leju mbi 47.000 qytetarë të Republikës Kosovës të votojnë në konsulata dhe ambasada. Pragun e daljes, sikurse në Kosovë që e kemi në qendër votimi, nuk mund të votojnë mbi 750-900 votues në një klasë. Sakt. Edhe ato kemi vu një prag. Edhe këtë prag e kanë ankimu në PZP dhe gjykatë supreme. Pa çka që edhe atëherë ka dhënë të drejtë në vlerësimin tonë, se ne nuk mundeshti me la 2000 veta në një konsulat ku nga 7 deri në ora 19 maksimale që mund me kry janë 1000 persona që mund me marrë pjesë votim.
Do ka pas përpjekje më shumë për reflektim publik edhe me bën ndonjë senzacion se sa për me dhënë të drejtë votimi. Dhe nga 47.000 me ndonë shkurt, vetëm 15.000 e kanë ushtruar të drejtë. Sakt. Kurse nga mbi 6.000 persona, faktikisht 7.000 aplikime që i kem tani, Po. vetëm 19.000 persona, mas flasë kështu për 19.200 e diçka, po 19.000 persona kanë ushtru këtë drejtë. Për këtyre 19.000-ve kanë apliku. Besoj që maksimalja që do të marrin pjesë votim është 15.000 prapë. Është pa ajo shifer, po. Është po shifer e njëjta. Përse bëhet kjo zhurmë? Kjo që thonë shumë zhurmë për asgjë. Është përpjekje për atë që diskutuam me Për të herët. lënë fajnin, këta janë të këqit. Këta janë, këta s'po Ne jemi lajnë. shpëtimi. Po në faktikisht e vërteta është kjo. Do të thonë ne i kemi kriju hapësira, i ka kriju ligji para gjithash, Po. po kushtet e barabarta, por asa të drejt nuk e kanë shfrytzu mërgjimtarët tonë. Do të thonë, nga 47.000 në nëntë shkurt, kanë votu vetëm 15.000 në ambasadë. Kështu që vetëm përpjekje. Tanë janë mbi 70.000 aplikime që presin të marrin certifikimin final edhe nga KQZ pas një procesi të verifikimit të aplikimeve. Ata janë, të gjithë janë të verifikuar. Të gjithë. Po, janë të verifikuar. Edhe presim tashmë kur fillon procesi, një pjesë nga këta 77.000, 19.000 e diçka janë të përcaktuar që të votojnë në qendra konsullore dhe diplomatike. Ku i ka Republika Po, Kosovës. fizikisht me marrë pjesë në votim. Pjesa tjetër janë me post. Uroj që janë të gjithë për faktin se 19.000 fizikisht, pjesa tjetër me post. po. Sa është i garantuar dhe ky proces që të mos abuzohet me votën, zoti Gashi? Po pjesa e parë, subjektet politike do duhet janë Sa keni mbikëqyrje si KQZ? Të duhur s- që vota, lëvizja, transporti i detajshëm operacional, i atij vullneti politik të mos krijoj mundësi që dikush t'i fut duart aty. Me nëntë shkurt kemi pas një problem të kontraktimit një kompanije serioze dhe pastaj këtë ato skena janë arë si pasojë e saj, se ke alternativa vetme me shku zyrtar zgjedhor me shku mi marrë fletvotimet atje. Tani më kemi kompani të kontraktura, postave të shpejta, postat fat postal të hapura, për shembull në Gjermani tani e kemi në Berlin, ku faj postal ku shkojnë fletvotimet të gjithë janë në Gjermani, janë njerëz të cilët janë po serioze shtetnore ku vendosen, ne kemi të kontraktuar në fajin postal ku vendosen ato. Dhe posta shpejt e kontraktuar nga Kosova shkon në faj postal, i merr ato dhe Mosat e sigurisë mosat gjithë e këtij operacioni sigurisë të këtij operacioni besoj shumë që do duhet me Tash vëdëshim. mos flasmi Pjesa shumë për e Mërgatën ambasadës- sepse është gogolizuar dhe satanizuar, Pa të drejtë. pa të drejtë një popullsi shqiptare e Kosovës edhe kombe tjera natyrisht që jetojnë në Kosovë se kanë drejtat barabarta, secili kushdo që është shtetas i Republikës Kosovës që të shpreh vullnetin politik. Është gogolizuar, po them, pa nevojë. Na mbet edhe kjo temë, është Gashi, na mbet në fakt gjithë vlerësimi se ç'po ndodh me organizimin e përgatitjeve teknike operacionale dhe jo vetëm mbi një proces që është tepër etik për të siguruar që Kosova respekton standardet, respekton votën e lirë, nuk e cënon ato e tjera. Si do t'jetë? Si po ecë puna, po them, gjithë këto ditë? Me thënë të drejtën, ne për herë të parë, Se për te debateve politike puna e madhe fokusohet te puna madhe nuk shihet. puna madhe, jo është më rëndësi që zgjedhje votat mos preket Gashi. Në Kosovë, menoj shumë që s'pare një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të Republikës Kosovës se ushtrojnë të drejtën e votës. Sepse ne kemi një listë prej 2 milion votuesësh, në këtë listë janë të gjithë shqiptarët ose kosovarët që jetojnë kudo në botë. Po qytetarë rezident të cilët jetojnë në Kosovë, shifra është gjithmonë
e mirë, e lartë, e daljes me ushtruket e drejtë. Ata që janë rezident, Për Kosovë. rezident po flas. Por futja pastaj e tërësisë listës e ul përqindjen, po përqindja gjithmonë është e lartë. Natyrisht. Vota në Kosovë ka një mbikëqyrje të jashtëzakonshme, ndoshta më shumë se nuk në kushte normale që do duhet me qenë. Unë kam vëzhgu procese zgjedhore nga Amerika deri në Britaninë të Madhe, çdo vend pothuajse. Dhe është e pakuptim gjithë këto masa sigurie në një shoqëni që do duhej mi besu spari sistemit dhe pastaj me kuptu që nuk do të duhej me pas as në mendje mundësinë e keqpërdorimit. Po e pa çka që jemi ku jemi dhe do duhej me pas masa. Procesi zakonisht përveç se ka përpjekje në disa vende Ke vizituar vendet ku janë të etabluara mirë, ku janë demokraci të qëndrueshme, duke mundu me marrë mësime. ku nuk negociohet, a duhet as nuk diskutohet fare, nuk është tim fare, a duhet preket vullneti i qytetarëve. Thënë të drejtën, Kosova dhe mbas edhe rajoni nuk e ndajnë shumë atë eksperiencë. Thënë të Është drejtën, duke u konsoliduar. gabime teknike kemi hasë që ndodhen edhe atje. Po, Mënyrat të ndryshme, për shembull, një rast me kryeprokurorin e Londrës thotë që po ka përpjekje të kandidatëve për me josh qytetar, për shembull i ka thirrë një grup qytetarësh me hangër pica, me bon grill në shtëpinë e tij. Dhe kanë akuzu sa atje për dallim për këtu policia bën procesin e kallëzimit, po. kallëzimit. Po. Dhe kur vim për fundim thotë ne qytetarit thotë ne jemi shku vetë. Jemi shku thotë në hangër pica ose jemi shku thotë në bon grill, në fushat. Po. Do të thonë ajo është ndalueshme. Atje, po. Por dëshmia pastaj e ndryshon gjendjen. Është e kuptueshme. Pastaj edhe çështja teknike gabime, po i besojnë sistemit. Po. Kur e përmirëson sistemin i gabim, ata janë rregull. Zgjedhjet e nënshkurtit e cenuan e goditën këtë besim. Edhe goditën. pse në Kosovë njerëz besojnë në procesin zgjedhor, sidoqoftë me gjithë debatet, polemikat për e kundër e tjera, por besojnë zgjedhjet, rezultati i tyre asnjëherë nuk është kontestuar, qoftë për nivelin qendror, qoftë për nivelin lokal. Me thënë të drejtën nga përvoja ime 16 vjeçare në këtë institucion, tek numërimet dhe rinumërimet, asnjëherë nuk ka pas përpjekje të manipulimit të votës ndaj subjekte politike. Subjekti me subjekt. Gara ishte e brendshme, apo? Gara gjithmonë është e brendshme. Po. Dhe përpjekjet pastaj nëse është kronologjinë e proceseve zgjedhore, gjithmonë problemet janë dhe ankimimet janë tek rezultati i kandidatëve brenda llojit. Lista e hapur në një shoqëni ndoshta akoma të papërgatitur për sistemet avancume i ka kriju këtë mundësi. Jo vetëm një zyrtar i Këshillit të Votimit, por edhe vetë kandidatët që synojnë të bëhen deputet të Kuvendit Kosovës, nxisin ose ku ta dijone. Po kanë thënë dhe politikisht, kanë shpreh pagnasin gashi, është e vërtet. Po pikërisht dyshimet për manipulim votash brenda llojit, për lëvizje votash nga një kandidat e tjetri. Ligji i ri që u është miratuar në 2023. Çfarë i thu gjithë këtyre njerëzve që mund të kenë këto dilema? Unë nuk muj asnjëherë të them që nuk ka përpjekje tilla. Masat aktuale janë bukur të shtrëngura, po, sepse ka qenë edhe kjo një ndër propozimet e dalar nga trupat tona ekspertë edhe në kuadër Partisë Demokratike që kemi diskutu, që me hjek më numëru vetëm për subjekte politike në klasë, se ato është bë krejt sidomos vende rurale ku komisionerët e subjekte politike janë kushëri, edhe ti numëroj tuat, unë i numërojt mia. Dhe këtë mundësi ka qenë propozimi joni për me hjek. Ju e keni propozu? Pikërisht ne e kemi propozu që nga mu hjek mu numëru për subjekte politike, kurse për kandidat në prezencë, të vëzhguesve në prezencë, të media në për qendra komunale.
Dhe ju me që keni pa, si numërohen ato, në kohë reale hinë sistem. Po. Një këshill Është transparent ky është proces. shumë transparent. Domethënë keni hiç Po përveç tjerash, ata janë të subjekte të ndryshme ato. Në prezencë të media, në prezencë të veshguzve. Dikush tjetër i lexon, dikush tjetër i fut për herë të parë numërohen aty. Për herë të parë janë numëruar në 2009 Po. për kandidat dhe vazhdon kjo. Po. Vazhdon edhe tash, do të është e normuar Një standard në ligj, është standard i ri po. që e pamundson këtë. Dhe për rrjedhoj ka pas shumë më pak ankesa se sa herave të tjera. Dhe kjo i ka shërby procesit. Integriteti të votës së kandidatëve gjithmonë. Që të ruhet vullneti sakt i Pikërisht atyre që deklarojnë votën e tyre për këtë kandidat ose kandidate. Është mjaft e dhimbshme në qoftë se vota tjetërsohet. Me propozimin e PTK-s është hequr mundësia që votat për kandidat të numërohen në vend votime. Pikërisht. Edhe ato vota numërohen në qendrat komunale, ku ka prezencë veshguzve, prezencë të medjave, janë këshillat të votimit, janë mbikëqyrjet zyrtar tonë zgjedhor, ka IT që në kohë reale, janë kamerat statike të vendosura në futjen. Masat shumë thjeshta të sigurisë. Ka masa që garantojnë një proces transparent. Absolutisht. Pa çka që fatkeqësisht ty po të pengojnë si shumë këto njerëz ndoshta. Po ndoshta në ndikimin e këtyre masave shtrenguese diktohet edhe një proces më i shpejtë i emancipimit të shoqënisë, i një kulture më të konsoliduar politike. Unë kam bërë thirrje edhe zakonisht në sa më afër ditës së zgjedhjeve bëj thirrje këshillat vetëvotimit që mos të shiten, mos bën përpjekje se në fund ditës ata do të përballen me drejtsinë. Askush nuk e kthe kokën mbrapa më. Ai do të përfundoj edhe në burg. Për fatin e keq me gjithë këto masa, me nëntë shkurt ka pas përpjekje të tilla. Sepse kandidatët nga 1000 e sa tashme janë ngarë, po 1180 ka prej tyne që kanë vullnet për me ba përpjekje edhe në këtë formë për me manipulu. Ta mund të kemë vullnet, por e kemi pas rastin e thu përgjigjen do të përgjigjen penalisht. Absolutisht. Si një edhe ligji këtë. Absolutisht po. Unë një njerëz që kanë përfunduar në burg në këto 15 vite sa jam në KSZ 16 në mars i bëj. Mesazhe që mbajnë burgun vet. Absolutisht. Për abuzimet që bëjnë. Burgun dhe përveç që mbajnë burgun ata penalizohen edhe përjashtohen nga drejta dhe për me marrë pjesë në përgatitjen në organizime apo elektorale në kuadër të punonjësve që i rekruton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Je gjatë në KQZ. Ju ka dhënë ndonjë udhëzim kryetari Hamza? Si e trajton punën tuaj atë KQZ-s kryetari i ri i PDK zoti Hamza? Në fakt kanë jeni të lirë ta ata. Në fakt unë kam përcjell të gjithë kryetarët e Partisë Demokratike sa janë KQZ, që nga kryetari i partisë, kryetari zoti Thasi. Besoj të kthehet shpejt me mendim nga salla e gjyqit. Zoti Veseli, që urojmë që sikundërdhaj, që deri në përfundim të këtij procesi zgjedhor, besoj që të përfundojnë edhe ata të kthehen në Kosovë me gjithë të tjerët. Natyrisht zoti Selimi ka si salin e gjithë tjerët, po. Por kam pas, kam qenë me fat që besimi tyne ka qenë gjithmonë i palekundur në punën tonë. Po besoj edhe thamë me përgjithësi që njëjtën rrugë po vazhdon edhe zoti Hamza, sekretar partie. Çfarë ju ka thënë zoti Hamza? Ju ka dhënë gjithë mbështetjen e plotë, bëni punën të lirë. Zoti Hamza kryeni punën me standarde. Zoti Hamza është mund të them një rob i respektimit të ligjit. Do thotë ai kërkon vetëm respektimin e ligjit, vendimeve gjyqësore. Pastaj puna jone brendshme administrative është lider politik, nuk e njohin. Natyrisht. Por gjithmonë në respektimin e rregullave, respektimin e ligjit, respektimin e kushtetutës, respektimin e akteve dhe vendimeve gjyqësore. Se ne patëm rastin e... Jeni të inkurajuar. Jam inkuraju se kemi rastin e fundit me Mitrovicën. Po. Ku, zoti Hamza nuk ishte ngarë personalisht, po ishte barësi asaj garës, bashkë me kandidatin të Arjan Tahiri, po.
Dhe këta ajo çka ndodhi, pa çka që u cilësu si gabim teknik, por në politikë që çka është politike. Edhe ai gabim teknik do të mos zgjedh e kam thënë për me kriju një proces shëndosh, një rezultat shëndosh dhe pa kontestueshëm, të duhet mu rikthyer edhe një herë në duart e qytetarëve. Por gjykata vendosi tjetër, po. Çka që ka qenë gabim. Por gjykata Flet votimet me numra serik. me numra serik, që ka A e qenë keni evituar të problem? po besoj A keni marrë masat? zyrtarët tonë përgjegjës që janë në kuadrët Se këshillëzore zgjedhje që ndjeshme, mund të krijojnë dilema, mund të kanë krijojnë deklaruar që kjo mundësi tashmë do të ky problem do të evitohet. Po ajo E përmendë Mitrovicën, po. ajo vazhdo. ku du me dalë që kur është vendosur nga PZHP dhe Gjykata Supreme, pa çka si s'kemi komuniku ekskluzivisht për këtë çështje, po kryetari Hamza ka thënë që ne për ditë të thirrëm në ligj. Edhe nuk mund t'i dalim kundër organeve drejtësisë. Siç e pa me reagimet e ashpra dhe të pakuptimta të kolegët me në raport me akt gjykimi të Gjykatës Supreme. Lidhur me Nuk e komentoni më. Po Absolut. mori vendim, dhe unë kam votu pro rezultatit në Mitrovic. Sepse ashtu kanë thënë organet e drejtësisë. Pa çka që në ndërtijen time unë nuk ndoshta spajtohem me atë midis rezultat që kam. respektimit të institucionit dhe bindjes Bindjes personale, dilema për unë i respektoj vendimet e organeve të drejtësisë, sepse nuk kem alternativë tjetër. Çfarë mesazhi ke për kolegët tu nga vetëvendosja në rastin kur ata nuk votojnë ose votojnë kundër vendimet të organeve të drejtësisë? Për KQZ, Thënë të drejtën, për procesin qendror. thënë të drejtën ata edhe kur thirrëm në respektim të ligjit, ne atakohemi shpesh. Se nuk jeni gardian të mbrojtjes të ligjit. Unë me vendimet e mia dhe me punën time do të jem gjithmonë në respektim të çdo vendimi që del qoftë nga PZHP-ja, qoftë nga Gjykata Supreme, Nuk ke fare dilema. Jo s'kam asnjë dilemë, asnjëherë kur. Kundër vendimeve të gjyqësorit, unë nuk dal asnjëherë. Sa keni mbështetjen e institucioneve tjera, përfshirë dhe atyre që vijnë nga komuniteti ndërkombëtar? Sa ndjeni këtë mbështetje? Padyshim që na jemi në konsulta të vazhdueshme, pothuajse kemi kontakte të shpeshta edhe me zyrën e Bashkimit Evropian, edhe me ambasadat, vetëm edhe me ambasadën amerikane. Kështu që po natyrisht mbështetja atyre Interesimi ekziston që procesi të jetë absolut interesimi fair, të arrijë standardet, me standardet të mos demokratike. kontestohet. Absolutisht. Edhe po shpresojmë që do ta kemi këtë mbështetje në vazhdimsi. Cila atmosfera në KQZ? Po atmosfera nuk është Komunikimi midis jush kolegëve. Sa keni mjedis miqësor të komunikimit aty? po nuk është Apo janë ato dramat e televizive që i shohim? jo, nuk ato janë. përplasjet Jo, ato? nuk janë. Është ajo panorama apo nuk është? Nuk është ajo panoram, për faktin se ato po ka përpjekje siç e diskutuam në bë edhe filma pa ngjyra, që thonë. Bardhëzi. Në rrafshin personal nuk ka që sepse nuk jemi ato për me trajtu çështjet personale Po. edhe komunikimet mes vete që Ke mund pas të kemi përplasje aty. personale me dikë atë? Do mos me vetëvendosin me zotin Krasniqi ose Kurtish. Jo, përplasje ka pas, po ka pas kryesisht bazuar në punën që e bëjmë. Do thotë Jeni gjerë ndonjëherë i ofenduar? po, Asaj gjumose, kam- edhe jashtë kamera kështu. po për faktin që ne gjithë kemi një trashëgimi që vim qoftë nga familjet, qoftë personale, të cilët kem bart mbi supe, vujtje të ndryshme nga një sistem që ka qenë deri pa 25 vitin. Tiranë. Po, Në për pushtues. burgje, në për edhe të qenë edhe pjesë e luftës edhe personalisht në vendlinjen time dhe mua taku se po i shërbejmë dhe jemi pjesë e listës serbe, nuk është e lehtë, është e rëndë, por gjithmonë do të më marrë me rezervë nga kush vjen ajo. Dhe kur e di ka vinë, atëherë kjo më qetëson. Jem me qetë.
pati një komunikim të pakëndshëm të zotit Kurteshi me media, një reagim të madh edhe nga asociacioni gazetarëve, nga gjithë kolegët, nga komuniteti ndërkombëtar. Në mënyrën se si zoti Kurteshi përdor gjuhë duke i quajtur gazetar, fraset me pagesë, kriminal e tjera. A u ngrit kjo çështje në KQZ? Pati kërkesë edhe për dorëheqjen e të dy anëtarëve nga asociacioni gazetarëve. Thënë të drejtën, ne kemi një Gazetarë duhet mbrohen. ne kemi një ta kryj punën e tyre. një kryesues i cili në rrethana të tilla do duhet ta luajë rolin e tij. Qoftë përmes komunikimit me presidenten këtë rast, por edhe të vijë në përfundime, qoftë edhe të distancohet nga një gjuhë Nuk e ka e cila vërtet është gjuhë që personalisht më vjen keq ta dëgjoj dhe publikisht kam thonë dhe sot po them që distancohem nga një gjuhë e tillë, sepse edhe gazetarët të bëjnë punën e tyre, edhe mediat të bëjnë punën e tyre, ndashtë jo çdo herë mund të jenë në krye detyrës, dhe ata janë njerëz siç e gabojmë ne, mund të gabojnë edhe ata. Natyrisht, por gjuha gashi është e papranueshme. Gjuha është shumë lënduese. Dëm i madh për Është vërtet për çka që po kemi edhe raporte ndryshme ndërkombëtare për pikrisht për një gjuhë kaq të ashpër në raport me mediat dhe gazetarët. Do duhej kryesuesi të reagonte të ishte neutral, të distancoj, ta dënoj këtë lloj gjuhë. Absolutisht po. Absolutisht po, ai do duhet. Nuk e ka për pse i kërkoni që ta bëjë edhe publikisht. Por nuk e di nëse tashmë është vonë, por nëse një gjë e tillë përsëritet, unë po i kërkoj publikisht që ai të distancohet nga një gjuhë e tillë, sepse është mënyra se sillet ai personalisht, por ne jemi antarë, jemi në një tavolinë të përbashkët. Dhe nuk duhet lejojmë që të njolloset tavolina nga një gjuhë toksike, një gjuhë e cila nuk i shërben. Që vën kërcënim me jetën e gazetarëve. Po në një farë mënyrë është shantazhuese dhe kërcënuese që rrezikon ndoshta edhe punën dhe jetën e dikujt. Për fund fare, zoti Gashi, i keni bërë gjitha punët në mënyrë që gjithë procesi i jashtëzakonshëm i 28 të dhjetorit të jetë në epilog që do të arrijen standardet e lira dhe demokrat për një proces lirë demokratik, fair. A janë angazhuar gjithë vëzhguesit, ku është procesi, kur do të kompletohet gjithë kjo strukturë në mënyrë që në kohë feste, megjithatë, edhe ky proces të vijojë si duhet. Është e vërtet që koha ku mbahen zgjedhjet, se tash dikush prapë thet nuk po ju konvenon. Por koha kur mbahen zgjedhjet është bukur sfiduese për punën tonë. Sepse ne me të 29-ën do të fillojmë në mëngjes numërimin e votave të kandidatëve në qendra komunale të numërimit. Me 30-ën e 31-shin, asnjëra nuk do të përfundoj pa 7 ditë pune minimalisht. Me përjashtim të një komune vogël, si anë e Lezit, apo Juniku, apo Mamusha, apo këtë diun. Por qendrat e mëdha, të paktën 7 qendrat e mëdha, në minimalisht 7 ditë marrin punë, sepse 10 kandidat, nëse ndalin 900.000 votues, atëherë i bie që afër 10 milion vota kanë numëruar. Kanë me hinë sistem. Sakt. Pa çka që nuk 7.5 është mesatarja. Si arrin vende tjera Gashi ta shpallin rezultatin në kohë? Shumë mund të kenë listat e mbyllta. Ke vizitu shumë vende, ke pa praktikat shumë të. Ne kemi një brez të kapaciteteve, mundësive teknologjike të jashtëzakonshme këtu në Kosovë, që kanë njerëz shumë kapacitet në këtë fushë dhe as mund të adaptohet në një sistem më funksional. Nga një vizitë në Estoni, ata prinë me teknologji. Një këshill e tyre ka qenë shumë interesant. Mos merrni hapa pa qenë të përgatitur. Jo vetëm të përgatitur nga një trup profesionale. Po, edhe të edukuar edhe votuesi. Pa qenë i edukuar edhe votuesi. Se në qoftë se ai nuk i beson sistemit,
është vështirë pastaj mi besu një rezultate. Po. Dhe tu janë disa prolongime, po du të kthejmë edhe ato që ne jemi gati në rafshin teknik. 7 ditë thatë duhet. Po. Deri me 20 do të përfundojnë edhe veshgus të këshillat e vendvotimeve këtu veç që kemi miratu të subjekte politike formulën, ata vetëm i çojnë tash në Veshgus do të ketë edhe ndërkombëtar kanë. Ka raportime që pas letrës që i ka quajtur Sfidues presidentja. është për KQZ-n pse ju duhet të jeni të gatshëm çdo herë që të organizoni zgjedhje. Ne jemi të obliguar, po për shembull ndoshta duhet me 31 kemi mbaru dhe doktoratura, kështu figurativisht po thom pikërisht sa për situatat kritike politike zgjedhje po. I kam thënë në një moment ish ambasadorit Kosnet, ambasadorit amerikan, po. Thash këtu janë zgjedhje të rregullta. Zgjedhjet të rregullta do të ishin zgjedhje të jashtëzakonshme. Sepse Kosova asnjëherë s'ka pas për ashtu në shkurtim nuk ka pas zgjedhje të rregullta. Jo. Ama gjithmonë 30, 40 ditë maksimalisht. Sakt. Prandaj është sfiduese sepse me datën 31 edhe me datën 1 ose duhet me marrë pushim, ose duhet me punu vetëm në ndrimin e paraditës me 31 dhe ndrimin e masditës me të parin, sepse nuk vinë këshillat e vendvotimeve kime pas problem mi plotësu, së është fest. Me njerëz po. Atë janë subjekteve politike. Natyrisht. Hajde që ne jemi të obliguar ligjërisht edhe po ai thotë që s'po du mes maja pas pagën thotë. Nuk vitet feste ka. Është periudhë kritike. Është shumë kritike, është sfiduese. Por e menaxhueshme besoj. Ligji mbi zgjedhjet të përgjithshme. E menaxhueshme besoj. E menaxhueshme, po shpresoj shumë që po. Ligji mbi zgjedhjet të përgjithshme pastaj edhe ka zgata fatet të ankimimit. Ka zgata fatet të kthyrisë së përgjigjes. Se nga PZAP-ja deri te gjykata. Janë fatet kohore, ligjore. Do thonë 10 ditë kohë i merr vetëm ky proces. Pa çka ne rezultatin a mund ta dim me 20 po besoj shumë që rezultati subjekte kush doli i pari, i dyti, i treti e kështu. Përgatitet janë duke u bërë në bazë të përgjigjes së stafit profesional që mirret me IT dhe me edhe për shkak të mbështetjes po kemi edhe një mbështetje të vlerësuar nga ambasada britanisë madhe. Po besoj që rezultati do të jetë në 90% i ditur në platformën elektronike. Po, aty, pastaj votat për kandidat është një proces. Disa ditë që ju merr, po të falenderoj. Faleminderit juve. Gashi për kohën, shpresoj të jemi të mirë pritur ne si media kur do që marrim mbledhjen. Absolutisht. Në çdo kohë për të transparent. Absolutisht. Për te akuzave me cilat po përballen mediat nga një gjumë pa planueshme. Po shpresoj që janë ato të çështje të kalueshme, natyrisht as puna jonë dhe as puna e asnjë institucioni në Kosovë nuk do të dihej pa mbështetjen dhe pa raportimet të drejta të sakta të media. Falenderoj edhe një herë. Faleminderit juve. Gash. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.